Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të gjithë shikuesve të dashur të televizionit Syrivizion, tashmë edhe podcasti Trinia. Por I takohemi edhe këtë të diel së bashku, edhe këtë të diel me një tjetër të ftuar. Si çdo të diel tjetër tashmë jemi mësuar të sjellim ftyrë të ndryshme, profesione të ndryshme mbi të gjitha personalitete të ndryshme, të profesioneve pra të ndryshme adekuate, ku po ashtu vlen të ceket se unë dhe bashkëprezantuesja Arsa Saraqini jemi përkujdesur të sjellim tek ju profesione të ndryshme pra, jo të njëjta. Profesione të ndryshme, po ashtu edhe mësime të ndryshme, normalisht të nxjerra nga vetë profesionistët e profesioneve të caktuara. Kam kënaqësinë që çdo të diele të këtij podcasti ta ndaj bashkë me bashkëprezantuesen Arsa Saraqini. Arsa, përshëndetje. Përshëndetje Endje, përshëndetje edhe për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente në emisionin Rinia. Si që tha edhe Ende, çdo të diel kujdesemi që të kemi të ftuar të cilët kanë histori inspiruese për të ndarë dhe patjetër që me intervistën këtu do të kenë mundësi që sadopak të kenë një impakt të madh te komuniteti dhe të gjithë shikuesit që neve po na ndjekin në këto momente. E këtë të diel të pranishme këtu në studion ton kemi Orhidea Himaduna, sociologe. Orhidea, përshëndetje. Përshëndetje Arsa, përshëndetje Ende. Është gjithmonë kënaqësi me qenë në kuadrët e televizionit Syri, po aq më tepër në një program kaq të mirë e rinor me këto gjenerata, po dhe me ju personalisht si tash gazetar ju konsideroj shumë të suksesshëm që ishin këtë kohë, kështu që është privilegj për mua. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty Orhidea. Atëherë, Orhidea, si çdo të diel tjetër, unë dhe Arsa kemi të ftuar të ndryshëm e cekem, por zakonisht nisim me pyetjen e parë, çfarë të bëri të zgjedhësh pra profesionin në fjalë, profesionin që e ke ti, pra profesionin e sociologjisë? Atëherë normalisht gjithmonë është një shtys prej se vogël çka ty të pëlqen, çka të pëlqen më marr. Unë kam qenë shumë njeri, s'po them shumë social, po ideja e shumë kurioziteteve prej botës sociale, ndoshta kam dashur me pyet më shumë si po shkojnë disa procese ose aq më tepër me moshën mandej më kanë shkuar ku po veten që kam një profil caktuar më shumë për lanë shoqërore. Edhe është shumë interesant se unë në shkollë të mesme deri në kohën e maturës se ku mendova për du me shku në dizajn të modes, du me shku në lëndë sociale, shkenca sociale. Nuk është që njihet prej gjeneratës tem ose ma heret, nuk është që u bo një farë buje ose një farë sponsori, le të themi ashtu jo financiar, po domethënë nuk është që u reklamu ma herët profesioni i sociologjisë, domethënë i kësaj fushë, më shumë psikologji. Edhe e di që pjesa e fakultetit ka qenë pak a shumë ashtu me bujqër sfiduese, shumë serioz si fakultet dhe do isha me provu, për një jetën kohë jam person pak ma shumë, unë konsideroj veten pak ma artistik ose pak ma merakli, edhe ka dizajni modës, e kisha kështu një farë ndërprej që vogël edhe isha në dilemë. Po mandej e pash veten që ajo mund të qenë thjesht si hobi dhe pse mos me shfrytzu këtë kapacitet që unë mendoj që kam se tash, po du me qenë edhe modeste dhe zhvillova domethënë tu provu edhe tu hy në fakultetin filozofik në Prishtinë, tek në sociologjisë, jam shumë krenare dhe jam shumë e fat që kam bërë këtë zgjedhje. Kisha bo dhe në sigjurim në këtë kohë për gjithë ata 33 që janë edhe tipa social, edhe që janë kurioz, po edhe që dojnë me studiu, jo pa tjetër me shku me ndoshta një drejtim që shkojnë, do më thonë, tregu i punës, sepse tregu në punës, okej, është i vështirë, po bojmë edhe vetë. Shumicën e rasteve, po kisha dashur me zhvillu gjithë një talent që shkojnë që kanë të vetja, jo me ndjek tregun gjithmonë, do më thonë, ose jo me ndjek shoqërinë. Kom pa këtë rënd gjithmonë edhe në gjeneratën time dhe tash çdo herë më shumë. Edhe akoma nuk është që flitet shumë për sociologjinë, sa ndoshta duhet më fol. Akoma njerëzit kanë shumë pa qartë. Edhe kuptoj edhe këtë pjesën jo të lehtë për shkak që është një treg i punës shumë i vogël për sociologë dhe është një treg i punës që ja mundson gjithkujt me u influencu, gjithkujt me ndërhyj dhe mandej adekuatët mandej përmbesin pak në pikë pyetje shpeshherë, po që kisha dashur mos më u dorëzu. Unë jam ai personi ndoshta që nuk jam dorëzu, nuk dorëzohem hala dhe pse bëj, do të thonë ndoshta një punë tjetër në një profil caktuar, në një kohë caktuar, prap mendoj që duhet me gjetë kohën edhe duhet me ditë profilin për të cilën je adekuat. Edhe ka nevojë, kjo është një ka nevojë shumë edhe për sociologë, edhe them ata që dinë të vetë që munden më marr me një fushë caktuar, unë i sugjeroj shumë.
pres që kalojnë shumë në studim. Por ideja tjetë se ke shoqërinë që ka shumë nevojë për sociolog. Po. Shoqëria dhe sociologjia, si e sheti rolin e sociologës në shoqëri ditët e sotme? Ideja është shumë e thjeshtë, një prej definicioneve më të thjeshta të sociologjisë është shkencë e krizës. Është shkencë po e proceseve shoqërore, po e marrëdhënieve njerëzore, po e fenomeneve, strukturave shoqërore, po shkencë edhe e krizës. Edhe Kosova nuk është shoqënia e perfekte. Asnjë shoqëni nuk është perfekte, aq më larg le të themi Kosova, po që i kemi edhe ne krizat tona, siç i ka normalisht çdo shtat, nuk po bëj paroj çdo shoqëni tjetër edhe me të tregu që vetëm na i kemi problemet, po këtu nuk është që le të themi u menjanu deri tash në një profil adekuat të sociologjisë. Normalisht ka sociolog shumë ndërruan që bojnë punën e tyre, po që ndoshta nuk e shohim gjithmonë, s'po them veç në media, po nuk e dim konceptin gjithmonë, si qytetar thjesht po flas. Kështu që normalisht në këtë rast duhet më pas hala më shumë për sociolog punë. Duhet më pas hala më shumë motiv, më punu edhe me kriju qoftë fushatave disuese, po qoftë mandej me pas edhe më atlet më u ndalë, sepse sociologjia është shumë e gjonë dhe ka fushat të ndane, ka të arsimit, të edukimit, të kulturës, edhe normalisht se cili bën punën e vetë ma lehtë dhe edukohet një shoqëni në një aspekt komplet tjetër, mandej me një nivel tjetër në të ardhmen. Kështu që ka shumë nevojë, po edhe është shumë e lidhur. Unë thash, është shkencë e krizës, ne kemi kriza të ndryshme çdo ditë, kështu që vazhdimisht është diçka që duhet me qenë anë, që duhet me qenë domethënë vazhdimisht aty për njerëz, aty edhe për vetën më zhvilluese. Normalisht nuk është asnjë fushë 100% statike, normalisht që ndryshon, nuk ka qenë as sociologjia para një shekulli ajo që tash është, kështu që edhe Kosova nuk është vetëm pse merr prej kësaj fushë dhe jep rast të studimi, jep kontekste që ndoshta ka përparuar me një aspekt që duhet me përparuar me një aspekt tjetër, kështu që janë gjithmonë të ndërlidhura. Aq më tepër me marrëdhënie shumë të thjeshta njerëzore, me grupe shumë të vogla dhe prej aty në mund me nxjerr shumë mësime të mëdha, kështu që padyshim që është një lidhje në gjitha segmentet. Atëherë na trego pak, a mendon teoria që sot të rinjt janë më të vetëdijshëm në çështjet sociale, ndoshta jo vetëm të rinjt, por mosha të ndryshme? E mendoj, këtë pjesë du me qenë ndoshta optimist sepse mendoj, po, unë shoh disa të rinj që kanë vullnetin jo të pashmangshëm, po domethënë nuk është i çmueshëm, nuk është i çmu sa duhet në sytë tonë, vullneti që të rinjt tonë kanë edhe për më marrë me disa tema tabu, le të themi. Është shumë hap i madh ky, shumë hap gjigant më bën në një shoqëri që përmenda më herët, i vjen disa vëdësime ndoshta edhe për fusha të caktuara, lëra më për fenomene të caktuara. I vlerësoj disa fushata që janë bërë për shëndetin mendor, i vlerësoj disa angazhime të vazhdueshme të të rinjve, edhe disa thyrje të tabuve që janë bërë. Këto i kanë bërë të rinj dhe duhet më vlerësu. Po në njëjtën kohë nuk bën veç me thonë, okay, bukur fort, u bë dhe po loj me kaq. Paska përfunduar çdo pjesë që paska pas nevojë me u bë deri tash dhe hajde jemi në rregull. Jo, duhet vazhdimisht çështë ceka edhe më herët me përparu qoftë edhe një shkencëtar, një shkencë caktuar, një proces shoqëror, po duhet edhe vetë një ri ose një eri me pas motivin e vazhdueshëm, jo me lënë me ushujt. Këtu ndoshta duhet me marrë më shumë përgjegjësi pjesa tjetër e shoqënisë, pjesa strukturale tjera shoqërore më shumë se sa të rinjt. Nuk është gjithmonë faj të rinjve, po edhe të rinjt duhet me pas një farë interesimi në rritje vazhdimisht. Të rinjt kanë çështash vullnet që marrë me thyrje të tabuve, me qenë pak më revolucionare, shoh këtë tendencën Gen Z jam edhe vet, po sidomos këto gjeneratat e reja janë shumë ndoshta edhe të rebeluar në disa aspekte. Në një aspekt është e mirë kjo, po jo gjithmonë. Duhet me ditë pak a shumë që disa norma s'po them që s'bën më udhthy, po duhet ndoshta me kalu një farë kohe që me i zbut derisa të largojmë ose derisa të procesojmë në një aspekt shumë më të mirë të më beneficioz, le të themi, për gjithë. Kështu që po, është një motiv, është një vullnet që ekziston prej të rinjve, po që po besoj duhet me ditë si me jap formë ose duhet me pas edhe një farë durimi çish me u qas. Nuk është që gjithmonë sidomos unë shoh nëpër shkolla një problem shumë të madh që jo gjithmonë gjej metodologjinë më të mirë se më marr me këtë kapacitet që të rinjt e kanë. Ose e përmenda edhe më herët, fushën time ose idenë time, nuk është që kum ditë në shkollë sociologjia, kum qenë më vogël. Do të thotë nëse një mësues i mirë, një edukator i mirë, një rritur në atë kohë kish ditë
profilizu pak më mirë, ndoshta kisha qenë shumë ma vetishme dhe ma herët, pse jo kisha procesu hala ma herët edhe në zgjedhjet e mia. Aq ma tepër për një jetë që di që pas një moshe shohin talentin edhe është shumë ma mirë me punu me të ri sa moshën sa ma tashme që me ditë. Dhe kështu zhvillohëm andej komplet si grupe dhe si të rinj janë më të vetëdijshëm, janë më të motivuar, e dinë çka dojnë, edhe mandej fushat shëndetit mendor që përmenda më herët, që kanë shumë rëndësi, këto janë fushat psikologjisë, por megjithatë unë po i flas, se kanë shumë rëndësi në nivel grupor, domethënë nivel më të madh, si fenomene shoqërore në Kosovë, atëherë është shumë ma lehtë me procesuar se kemi më pas probleme më të vogla, më minimale dhe më lehtë të zgjedhshme, jo raste ndoshta edhe të dhënshme kaq shumë. Kështu që mirë që kemi këtë, megjithatë me një fjalë po përmbyllim, mirë që kemi këtë rini edhe këtë motiv, megjithatë. Orhidea, kur jemi tek rrjetet sociale, po e shohim që ndikimi tyre është jashtëzakonisht i madh në shoqërinë e sotme. Por ti si ishe rrjetet sociale në formimin e mendimeve dhe të sjelljeve të shoqërisë? Këtu më dalë, kur thash që duhet, kanë kapacitetin, por duhet me ditë si me formuar në brumë. Duhet me institucionet tona normalisht edhe s'po them që nuk e bojnë punën e tyre, të mundu me përmes sigurisë kibernetike ose përmes algoritmave të ndryshme me bë diçka, më aq sa kanë mundësi ose më aq sa dojnë realisht, se mundësitë janë të pafundme. Nuk është që gjithmonë i shfrytëzojmë, po e dim që shoqënia jonë din me prodhukt të rinj që kanë aftësi shumë të mira digjitale, që kanë kreativitet të pamos pjesën e fushës digjitale, ku përfshin edhe rrjetet sociale, pse jo, kemi shumë edhe influencer, që nëse dojmë i eduku në atë aspekt që me influencu diçka shumë të mbarë për shoqërinë, kishim mujt me arrit. Edhe është, unë po du me mas paj me drejtu gishtin të institucionet, të segmentet tjera të shoqërinë sa tjera të të rinj, se të rinjt janë ata që ndoshta ma shumë e pësojnë se sa që janë aktiv në këtë pjesë. Kështu që nëse një trijut ose trejes kjo i servohet, normalisht që këtë pjesë ka me adaptu në karakter, në sjellje, në edukim, në mentalitet, në ato që quajmë mentalitet. Kështu që duhet me punu shumë si institucione, po edhe të rinjt edhe rejat, sidomos prindërit. Unë kisha dashur me pa një rol specifikisht edhe të prindërit, se po rrjetet sociale, unë s'po them mos me i hap, nuk po them mos me një teenagere, se tash nëse të gjithë kanë telefona, s'po them me qenë komplet strikt. Po duhet me qenë, po flas me fjalë shumë të thjeshta, se di që bëhet ky emision për të rinj, po duhet me u bë edhe ka pjesa e institucioneve i dëgjuar edhe te prindërit sidomos. Nuk po them shkojmë në masa ekstreme. E fola edhe më herët edhe për çështjen e edukimit, jemi mësuar me kjo bën, kjo nuk bën. Të rinj nuk i le hapësinë as me kuptu ku është e mira, ku është e keqja ose çka mundet me përfitu. Nëse ti ja he komplet teknologjinë, base kam i tërhek hala më shumë. Se kjo është njerëzorja, do të thonë të shtyn me provu diçka që kushtimisht është të ndaluar, ama nëse edukojmë me një metodologji të caktuar, okay, po ta lo, le të shfrytëzojmë për të mirë. Kemi inteligjencën artificiale, hajde ta shfrytëzojmë për të mbarë, për të mirë. Ka aktivitete, kurse, pa fundu në vetë punojmë me një akademi që kemi kurse të tilla, vinë, fëmijë, të rinj, tepër të talentuar në këtë aspekt. Që ndoshta kur nuk i kishin mendu, por në jetën kur vinë edhe prindërit me të njëjtat angesa që po rrinë gjithë ditën ndoshta në telefon. Po nuk e dinë që ka këtë kapacitet, ndaj edhe po them duhet me ditë edhe veç si me gjet një mes. Nuk jam për ekstremitete, nuk jam për me ndalu komplet, po që rrjetet sociale duhet me ditë, nuk ka vetëm të rinj aty, ka edhe shumë në moshë. Edhe gabimet që po shfaqen në rrjetet sociale, unë duhet me besu që mas pak të janë të rinjve. Të pafalshme janë ato që janë të një moshe më amadhore, ato institucionale, ato të strukturave komplet tjera, se ato janë shembull për me tregu edhe për me pasu mandate të shoqënia, për me të rinj janë shoqëninë tonë. Kështu që duhet me punu me rrjetet sociale prej zanafillës, prej matë dhe atyre të rinj tonë, po që normalisht duhet një mbikëqyrje vazhdimisht, duhet një kujdes vazhdimisht për moshave më të vogla, nëse duhet me heq teknologjinë për një moshë të caktuar, unë kisha më thonë deri para adoleshencës, se aty nuk po dinë mos si me u socializu me njëri tjetrin, nuk po dinë mos çka është atraktive, qoftë një lojë, qoftë një aktivitet interesant për ta. Kështu që çdo gjë që është ekstreme për mua nuk vlen. Nuk kish dashur me vlerësi largimi i teknologjisë, po sikur edhe
milion të lirë, kështu pa kurfar kanalizimi, le të themi, adin pa e bo një kanal për një pjesë caktune të teknologjisë. Tash, inteligjenca artificiale qysh është e dobishme, dhe me qenë edhe dëmshme, pse përdorim për përdorim, se mos me shfaq pjesën e mbarë, njëjtë edhe për rrjetet sociale, pa dyshim. Atëherë ideja ti pak a shumë diskutova edhe për rrjetet sociale, teknologjinë në detet e sotme. Po du më rikthye edhe një herë tek pjesa e fenomeneve, tek pjesa e tabuve të ndryshme. Ka shumë të rinj dhe të reja që sot dalin në media të ndryshme, po ashtu edhe le temi influencën e tyre në rrjetet sociale që kanë e shfrytëzojnë për të diskutuar, për të thyer këto tabu. Ka edhe shumë të rinj të ndryshëm që ndoshta nuk janë fytyra publike, por gëzojnë ta kenë një sukses në fusha të ndryshme dhe shfrytëzojnë atë sukses për të diskutuar në lidhje me këto tabu që ende fatkeqësisht vazhdojnë të jenë pjesë e jona. Po teksa po flasim kaq shumë, teksa po japim kaq shumë rëndësi në media, teksa po japim kaq shumë rëndësi në rrjetet sociale për të thyer këto tabu, pse nuk po thyen? Sepse thash duhet bashkëpunimi të gjitha segmenteve. I përgëzoj shumë gjithë të rinjt, i përgëzoj gjithë ata që merren me thyrjen këtyre tabuve në një metodë si fushata sensibilizuese, si përdorimi i rrjeteve sociale për këtë aspekt, për i shërby kësaj të mire, po që njëjtën kohë nuk mjafton se nëse ndalen për një të re, si me jo me ja imponu, po si me eduku në fushën e tazojmë që po marron shembull shëndetit pendor. Duhet me di që një i ri ose re, një pjesë ka me qenë në telefon, një pjesë ka me qenë në shkollë, po hynë edhe një institucion si që shkolla. Jo me shku me ligjërata të tipit shumë të kohës kalune dhe, po e recitojmë si vjershën komplet e mësimin dhe kaq e ki notën, nuk funksionon, nuk ka funksionu kjo. Nëse një ri i re do mu socializu, le taloj mu socializu, qoftë edhe në shkollë. Këto janë gjona shumë madhore, duhet shteti me bo kurrikula caktune, shoqënia, komuna me bo metoda vazhdueshme për arsimin, si me funksionu edhe në gjitha fusha tjera. Po them, një pjesë ditës ka me qenë në shkollë, një pjesë tjetër ka me qenë për aktivitete të ndryshme, qoftë përmes sportit. Sporti dhe shëndeti më ndonë lidhen shumë, pse mos me bo fushatën teksa merremi me sport, pse mos me bo teksa merremi me aktivitete të ndryshme në për organizata, në për akademi që fona ma herët, s'po du me bo reklam, po kjo është, do thëmë pse mos me shfrytzu si çdo secilin segment, secilin pjesë të shoqërisë që më ndiku për të mirë. Nëse nga pika A di me shku te pika B, edhe është sukses. Nesër kemi me shku te shkonia tjetër, te pjesa tjetër, edhe te segmentet e tjera, qoftë edhe të edukimit të shëndetit mendor ose tabuve të ndryshme që veç po thyen ose që po merren ma jo për të mirë qena, le të themi, ose që disa norma që kemi nis me i dekonstrukturu kështu, me i qitën pikpyetje pak, është shumë e mirë kjo, është shumë e mirë se nxit edhe mendimin kritik. Shkollat tona nuk është që nxisin shumë mendimin kritik. Kjo punë ju lihet po rrjeteve sociale, po shkollave alternative, po organizatave për... Unë po flasë për të rinjtë e Gjakove sidomos, ne dim që kemi aktivitet këgjatë mirë fill të rinjve, edhe në për organizata rinore, cila duhet më vlerësu dhe duhet më shtu më përpara. Po duhet me ditë edhe me qenë të njoftu normalisht edhe të tjertë edhe me pas vullnetin me ju ndihmu. Ne nuk e kemi për shembull një qendër rinore që pse mos me pas edhe më marrë me këtë pjesë, pse mos më mbledh këta të rinjtë edhe me ardhë të një ide tjetër. Nëse kam bërë një fushatë online, pse mos më ardhë të një ide tjetër, të një fushatë ndoshta fizike, diçka e tillë, po ku më mbledh? Ku më i bë këto? Nuk i kemi kushtet. Dhe edhe po them, duhet me ditë që një të ri duhet me i ofru gjitha kanalet, duhet me i ofru qoftë përmes pjesës digjitale në telefon këtë fushat, që po bojnë vetë. Kjo është e bukura që po bojnë vetë. Fushatat që i kumë pa unë deri tash, gjitha këto sensibilizime janë bo për i të rive. Pjesa ma madhe të ne, kështë duhet mu shfrytëzu. Edhe ato që thash shumë në fillim të emisionit, mos me lonë me ushujt kë motiv. Kështu që normalisht shkolla është për mu primare, pjesa familjes e prindve normalisht edukimi vazhdueshëm, po ju gjithmonë duhet me i akuzu se kohra ndryshojnë edhe obligimet e pjesën tjetër që kanë për nuk është veç ka që letë le të themi më folë. Po që duhet bashkëpunimi gjitha këtune segmenteve. Politika më të mira shtetërore, politika më të mira edukative, politika më të mira të vetë të rinjve, se mund me bërë dhe të rinjë vetë. Thash, ka forume, ka këshille, ka organizata, mundësi pa fund. Po duhet me ditë me u informu, duhet me ditë edhe si me hulumtu.
Nëse është diçka me kritiku të rinë tonë, që pak më pritojnë edhe nuk e shfrytëzojnë kapacitetin që kanë mundësit që kanë për me ditë me lyp, me ditë me hallakot, me ditë me qenë kurioz gjithë kohën. Dhe edhe po them, po këto duhet me mësu dikur, duhet me motivu gjithkohës dikush. Për ideja tjetë seke që fushatat të ndryshme për shëndetin mendor kanë qenë mjaft të pranishme tek ti, por si e shpjegon ose si e sheti në konvështrimin sociologjik rritjen e ankthit edhe të stresit tek të rinjt? Po, kjo është një kontrast që tha ma herët edhe Emgje, pse kemi këto dhe prap është e njëjta përgjigje, po, se nuk ka funksion, do më thonë, prej një strukturat e tjetra, nuk ka bashkëpunim. Do më thonë, një rim sot që qenë ka mirë diçka ose që ka komplet normale një ndjenjë që ka, ndërkohë që shkon ndoshta në shtëpi, çortohet për të njëjtën ose shkon në shkollë çortohet për të njëjtën, në këtë shekull që jemi, në këtë kohë që jemi, dhe mandej thash, është edhe kjo pjesa psikologjike që kime le themi me qenë hala ma shumë kurioz, ose kime bart presionin që ki për mos me bo një punë, për me bo. Diku duhet me dalë gjithë ky stres, ose gjithë kjo dhe dhe më thonë probabiliteti është që po delë për mes edhe ankthit. Pra po thonë, unë nuk jem psikologe, jem sociologe, po në grup ka shtë madhë, statistika është për mdoja për ankthin, për ma tepër rastet fatale, është për shkak që çdo shtet, le të themi, sidomos në Evropë, tenton me pas linjën e vet telefonike në mbrojtje të jetave të njerëzve. Aq më tepër normalisht edhe të rinjve, linjë telefonike që është 8 orë. Te ne nuk e kemi, fatmirësisht e kemi pas linjën e jetës, si gjithmonë e përmendit se është fantastike si motiv, si iniciativë që kam pas, po që ajo duhet me u furnizu, le themi kushtimisht, gjithmonë me një mbështetje. Sepse ata të rinj, jo të gjithë e dinë numrin telefonik, jo të gjithë e dinë për këtë linjë që po unë po flasët. Dhe hajde që po dekam, jo të gjithë e kanë guximin me fol për diçka që i shqetëson. Kemi psikolog në për shkolla, të cilat unë e di shumë mirë që shkojnë edhe i gjenë mbyllë ndoshta dyrt, ose shkojnë edhe kanë frikën mos po fol. Po flas shumë ndoshta banale, po kështu po funksionon. Po vjen keq me tregu që kjo është e vërteta, po mas paku ka faj një ose një e re, aq më tepër dikush ka probleme me ankthin. Nuk ka gjykim për dikon që ka një problem të caktuar, ka vetë gjykim për të gjithë që shmuj me i ndihmu, çka muj me bo për ma mirë. Edhe çka muj me bo politika është në orë më të mira që më ul kjo statistik. Që shtash, çka muj me bo përmes shkollës, përmes rrjeteve sociale, përmes organizatave, fushatave të ndryshme të tjera. Po mas paku me gjyku dikon që ndjehet në mënyrën cilën ndjehet. Nëse është diçka që është e prejnë me thike dhe është në pikën është kjo. Por ideja, fole pak më shumë specifikisht për tema pra të saktuara. Po do me të pyet pak më në përgjithësi, si e sheti pozitën e shoqënisë sot në Kosovë, në krahasim me shtete tjera apo edhe me Evropën në përgjithësi? Jo, pa shembull shumë specifik që më qenë shumë atë qartë. Do të thonë ose shumë atë pekshëm të gjitha segmentet. Se tash unë e di që është emision rinor, po besoj uroj me u dëgju edhe me u pa për gjithve, dhe ajo është edhe roli medjes, e di që këtë roli keni marrë shumë seriozisht, andaj edhe specifikova, që me qenë shumë të qartë, po normalisht, unë pra po thëmë, pavarësisht gjithave, kom qenë me qenë ma optimiste, me pa dritë në fund tunelit, edhe besoj që edhe Kosova, sidomos nëse krahasoj me veten, para disa viteve, ka ecë. Në një aspekt apo në një tjetër, fal kujt, le ta marrim gjithë meritën ose mos ta marrim asnjë s'është në këtë pikë e rëndësishme, se po flasim përgjithësi, po që ka ecë, ka pas progres, kjo është e rëndësishme. Si me pas tash progres, normalisht, pse mos me krahasu veten me të tjerë në rajon, unë mendoj që shëndon prap më mirë. Ajo unë ku di unë ma lokaliste, kushtimisht në sensin që kënaqesha me aspektin e Kosovës, që Kosova ka një problem. Gjithë të rinjt kanë qef, jo vetëm të rinjt, po edhe moshat e tjera, do të thonë, grup moshat madhore ose madje edhe më vogla, kanë idenë që jashtë është më mirë, me dalë me migru. Unë vetë jam dalë, kum pas këtë presionin, si ma re, po kum pas që jo gjithmonë duhet të funksionu. Nuk i shohim jetën sociale që kemi këtu. Nuk e kemi mundësin tjetër ku me pas. Kështu që ideja që kemi mundësi, me punu, po edhe me
pas një bisedë, mu ndjek me shoqëni, me kushëri, me fqinj, me dikon, sepse mos me shfrytzu këtë në favorin tonë, pse mos me shtu si vlerë në shoqëninë tonë. Këto besomni nuk janë vlera në rajon, në Evropë, ma tutje hiq e hiq. Kjo na mban, kjo na, nëse dojmë luftu një fenomen si ankthi, pse mos me marë bisedën me dikon në mirë besim. Që edhe ti më është liru, po edhe, ama s'po thëmë me abuzu me këtë aspekt. Po normalisht, kjo ndodh edhe pse gjykojmë edhe njëri tjetrin edhe domethënë kemi qef më ndjek edhe me pas jetë sociale, po jo në aspekt të mirës. Po që prap është vlerë përderisa e kemi. Ndaj edhe po them, Kosova ka ecë përpara vazhdimisht me shumë procese, po ashtu Kosova ka disa vlera specifike, ka një rini edhe në masë më të madhe si numër, po edhe më të bujshme le të themi se të gjithë në rajon. Aq më shumë ka sporti, ka muzika, ka kultura, që është krenaria më e madhe domethënë që e kemi. Kështu që këto janë edhe ambasadorë të vlerave tona, janë edhe ambasadorë të shembujve që duhet me punu dhe që Kosova ka pas progres. Vetëm rastin e lojës që për kualifikime, kush e kish mendu më herët. As doli Kosova më mirë se gjithë në rajon, kushtimisht po flas për kulturën sportive, për kualitetin sportiv, se mandej sa gola u bën tek u bën, ajo është çështje fati më shumë, gjithë e dim. Po që këto vlera i paraqiten më mirë dhe kjo është një pasqyrë edhe për shtetin tonë, pse mos me e pa në këtë aspekt. Dhe edhe po them, ndoshta unë i shok të sem dhe jam optimiste në përgjithësi. Prapë ndola të shembuj të më vje keq se ti më thanë përgjithësi, po jo, seriozisht, kjo është domethënë e përgjithshme. Unë mendoj që ka shumë mundësi me pa Kosovën të pri në rajon. Plus që jemi dalë edhe më të lumturit në rajon. Është një statistikë që ka dalë edhe këtë vit, jemi më të lumturit. Kështu që jo thjesht e bona për marrë këtë pjesë, po seriozisht domethënë nëse ndalemi me analizu dhe kjo ka përgjigje. Jemi më të lumturit ndoshta pse dojmë pa vështirësitë që kemi kaluar dhe progresin që kemi tash. Ndërkohë që rajoni nuk është që është parajsa, nuk është kemi përreth shtetet më të zhvilluara të Evropës ose shtetet më të zhvilluara në botës. Ashtu jemi edhe realist. Sado jemi kritik për veten, jemi edhe realist që diçka kemi bërë mirë. Patjetër. Kjo është e ditur, por Orkidea kur jemi tek shoqëria jon, a mendon se shoqëria jon e pranon diversitetin ose e toleron atë? Varsisht, do thonë me shkollë të caktuara, muj me thonë po, muj me thonë edhe jo. Nuk e tolerojmë atë ku duhet. E met shumë e madhe, sa thash jam optimiste, e met shumë e madhe kjo. Jo, seriozisht është ideja të më thonë që nëse dojmë me bashkëjetu me dikon, nuk është që pranojmë shumë lehtë. Nuk e pranojmë edhe dim edhe me gjyku, dim me pas pargjykime të mëdha që t'ja vështirëson një grupit saktun bravojtjen, ja vështirëson edhe jetën, edhe identiteteve të saktune. Duhemi qenë ma divers, po duhemi me qenë divers realisht, se me ligje jemi, ne kemi disa yje, do më thonë, flamur, ku përdo ma divers, është shtet multietnik. Nëse nuk jemi të qenë divers, how come, do më thonë, fali për anglisht, po si ndodh që kemi edhe një simbol kash, le themi, të bujshëm të diversitetit, po është sepse i kemi në letër, gjithçka kemi në letër dhe jo në praktik. Shumë mirë që, se edhe kjo është nismë, jo për flamurin, ato jam shumë kritike, po shumë mirë që ligjet i kemi të kohës, shumë mirë që fushatat i kemi të kohës, shumë mirë që hapat i bojmë me kohën që me normalisht do të një pas edhe në durim. Por jemi gjithçka në kuadrin e teorisë, jo në praktik. Si mundet me qenë një i ri, e re, le të themi e pranuar, ose si mundet me pas një mindset që me pranu cilën do identitet, ose cilën do specifik të dikujt, ose të një grupit caktun, nëse nuk e ka edukimin për një temë caktun adekuat. Nëse më mësojmë që e bardha është e bardha, e zeza është e zeza, dhe kaq, dhe më thonë, këtu mbyllet diskutimi, po nuk të tregojmë pse është e bardha, pse është e zezë, mundet me qenë edhe gri, mundet me qenë edhe ngjyrë tjetër, edhe ku di unë, po marr komplet abstrakt po flas, po e dini gjithë ku është poenta, është që duhet me u thellë pak më shumë, u eduku secili pak më shumë për kulturat e tjera, ndoshta për veçoritë e tjera, për identitetet e tjera që me e pranu më lehtë. Se po se u edukove normalisht edhe ne
unë jam shumë pro diversitetit. Po thonë ndoshta me dëgju një koncept që nuk e kam dëgju ma herë, më mra kështu prej qiellit, nuk është di me po them me pranu, po me e përqafu ashtë letë, ndoshta është edhe mbarë. Po gjithmonë jam shumë asaj që segmentet caktuar si familja, po sidomos shkollat, brezat që po kalojnë vazhdimisht nëpër shkolla që nuk po kanë diversitet as të moshës, domethënë të edukimit, prej ku di unë 2-3 dekadave më herët, e shoh që prapë është i njëjti mentalitet të ata që edukojnë të rinj tonë, normalisht ka me qenë prapë e njëjta met edhe te brezi i jashtëm, mos me qenë aq divers në praktikë. Megjithse prapë për më kthy, prapë rinia jonë ndi me qenë shumë e hapur për shkak që kemi le themi komunikim, jemi shkojmë pak me trendet, ndjekim qoftë muzikën, qoftë trendet tjera kulturore dhe përtej Kosovës edhe sidomos ato perëndimore dhe di me qenë pak ma cool, pak ma optimist, pak ma lehtë me i përfaq. Domethënë edhe me i përfaqësu, po edhe me i pranu identitetet dhe kulturat tjera. Atëherë ideja unë po të mund të lidh tek pyetja e Arsës që ta bëri për diversitetin në përgjithësi. Ti e cekën në fillim që ti ke qenë vetë në Evropë ke jetuar, pra në ndonjë shtet caktuar? Po, shumë pak, gjithsesi ka ra. Po du me të pyet më specifikisht, pra pse disa kultura të Evropës aty pranohen më lehtë dhe këtu parajgjykohen? Pra ti e ceket që ndoshta në Kosovë është jeta më sociale, më mirë, por ndoshta dikush e sheh më të mirë pranimin në kultura të ndryshme. Normalisht, varet prej sa individualisti ose çka është të rëndësishme, çfarë filozofie jetësore ke ajo është individuale. Unë pse u ktheva është kjo tjetra, pse ne mendojmë që gjithmonë kemi u pranu. Po jo gjithmonë kemi u pranu. Unë jam pranu kushtimisht me çdo gjë, domethënë teknikalitete, po ideja është nuk është më kam prit mas miri si kosovare ose më ka mungu ideja e kësaj jete sociale dhe në këtë pjesë jemi pak ma divers ose jemi pak ma ofër diversitetit dhe pranimit të tij. Sepse jemi pak ma të hapur ndoshta edhe me komuniku në everyday talk, në biseda me një kafe, me një kështu nis çdo rikonsulim, kështu nis çdo bisedë, çdo pranimi i njëri tjetrit. Me qenë se këto bëjmë shumë naturalisht, pse mos me shfrytzu, pse mos me kthyemi në kulturë që na shërben për diversitetit. Po që jo gjithmonë çdo shoqëni e ka. E di që sidomos në Evropë duket që është e pranueshme, po duket që është domethënë çdo identitet ose çdo ka diversitet se vijnë njerëz, ka migrant, ka secili vend edhe kur kush nuk e sheh tjetrën. Normalisht kur s'ke kontakt, okay. Je kush je, bën çka bën, në rregull është. Nuk është gjithmonë e mirë. Nuk isha dashur me ndjeka të vlerë gjithmonë, po nëse kemi të pjesa që me kuptu edhe me pranu që okay, liria jote është kjo, liria tjetrit është kjo, po, patjetër. Aty po, unë thash ma herë, kemi këtë problem që ne nuk e dimë në mirë besim nëse çojmë një hall të dikush, ose nëse tregojmë që unë ndjena kështu, se unë vi nga filan vendi, jam, ku di unë, filan këtë identitet kam, këtë identitet, nuk e ki gjithmonë ndjesin me shpreh, ose nuk e ki gjithmonë mirë besimin të tjetri. Se jo kulturë e mirë kjo. Po megjithatë, le t'i marrim Evropës, le t'i marrim perëndimet, le t'i marrim shteteve tjera më të mirën, jo më të keqen, jo idenë e mos interesimit ose ftohtësisë që munden me pas secili për jetën e tjetrit. Ftohtësia ndoshta në ftohtësia, se domethënë ne, më thash, ne shkojmë nga një ekstrem të tjetër. Këtë pjesë nuk e kisha dashur me adaptu në Kosovë, s'ka pse, po jo edhe këtë pjesën që me ditë çdo gjë për tjetrën ose me eduku tjetrën, unë jam kështu dhe le t'jesh edhe ti si unë. Këto nuk guxon me bë, nuk duhet me bë. Kështu që në këtë pjesë kemi shumë bunë, po që unë besoj me breza të ri, duhet me qenë ma optimist edhe pse jo. Unë thashë ka një tendencë me marrë të minat prej ekranit, me i pa të minat prej Evropës, prej Amerikës, përmes kulturës, muzikës, sportit, gjithçka. Po, kjo është diçka që duket përmes një dritare si televizioni, si telefoni, si kompjuter, po jo pa jetu. Kur ta jetojmë, kemi mandej sfida të gjitha dhe besoj secili është në një moshë mandej ma madhore, ma analitik, që me bo shumë në mënyrë ma naturale këtë procesin e ndasive, domethënë çka kishim mund të më marrë si vlerë dhe çka jo. Kështu që ti jemi pak ma me konto, po pse jo edhe optimist. Folëm shumë tema të ndryshme në lidhje me sociologjinë dhe nëse do kthehemi pak tash te tjerë idea, cila tema për hulumtim në aspektin e sociologjisë të interesojnë ty më shumë?
Unë e ku pas kështu si për çdo temë që ka pas të bëjë me muzikën, me kulturën, me qakullën po se më njehen në fakultet si shumë lokalist, në sensin që po jo, e shoh kontekstin ton shumë të frytshëm këtë aspekt, ndaj edhe temat gjithmonë më kanë shërbyer edhe prej kontekstit gjakovës. Unë rritë sociologjia kulturës, sociologji e muzikës, përgjithësi sportit jo dhe aq, por përgjithësi kulturës, e rinis, për shkak tash sociologjia e rinis dhe pjesa e rinis më ka lidhur shumë edhe puna që kum bë, edhe me trejtë dhe aktivizmi që kum pas prej që vëllon kom hyrë në adoleshencë. Edhe kjo është përparësia jeme, ndaj edhe se ka dhënë fillim, duhet me ditë ndoshta më hullumtu, cilat aktivitete kemi në qytet. Kemi organizata shumë të mira, kemi aktivitete shumë të mira, kemi kapacitet kulturor shumë të mirë, kemi artistë shumë të mirë në Qakovë. Trim tonë, domethënë thjesht duhet me vjes motore, me mbush bateritë dhe thjesht me dalë me kreativitetin e tyre, me hulumtimet e tyre ose me idetë e tyre që kanë. Mu më intereson shumë kjo pjesë, me hulumtu, në zemër, me lidhë edhe rinin, edhe kulturën, edhe artin në një, me boni ndërlidhje të këtëne trejave. Kështu që të këto trejat, aty më gjenë, ma me qef. Atëherë sa të pyeti pak ma specifikisht për ty, e unë po të më të pyet ku është ideja vetëm pas 10 vitesh? Altë më ndonë, 10 shumë, të jem 5 e ku më ndonë. Jo, po mendoj që në këto fusha, kisha dosh me qenë në nivel pak më të lartë, jo vetëm akademik, po edhe specifikisht, me jap, unë detash japa mesazhe me qenë motive sipër, me smondal, baterit, vazhdimisht, po edhe vetit, dunë ndoshta edhe mirë kujtun këtë pjesë që edhe kur i bën 10 vjet më shumë edhe të jetës, mos me qenë shumë edhe adapte në okay, mbriva bona këtë edhe me stagnu. Mendoj që kam shumë për me bo, mendoj që shumë kam për me arrit, edhe që nuk është edhe keqe gjithmonë mi bo një presion vetës për arritjet, po jo gjithmonë me mbajt presionin për të keq, jo më ndi barë. Thjesht duhet me pas atë presionin për me të motivu ma tepër, për me të mbajt gjallë. Unë po mundona me bo këta me veten, po besoj që mas 10 vjetë ku me mri ndoshta në qoftë me një gradë doktoraturës ose qoftë me një hulumtim teme shumë ma adekuat ose ma dhorë në fushën e sociologjisë të kulturës. Ndoshta të specifikisht muzikës. Po që ka me një gjatë di shumë sigurt, ka me qenë diçka shumë e lidhur me Kosovën, me aspektin kulturor të Kosovës, edhe me të mirat ose në favorin e Kosovës. Jo me qenë diçka super kritike. Thash edhe në fillim, kur më pyeti edhe për krahasimin me rajonin, unë jam lokaliste në këtë aspekt se mendoj që ka shumë. Kështu që unë po du më ulumtu me nxjerr ato, çka janë ato shumë. Po besoj mas 10 vjet ndoshta po besoj, uroj që të kem arrit me bo pjesën temen ose gjurmën temen në këtë aspekt. Por ideja ti mesazhet i patet gjatë gjithë emisionit, po nëse do të ndash edhe diçka, duke qenë se tashmë jemi edhe në fund të emisionit, kaloi shumë shpejt. U kënaqëm shumë, por nëse keti diçka për të rinj që duan të studiojnë sociologjin, do një këshill ndoshta? Faleminderit shumë. Kisha dashur me ndo, jo vetëm për sociologjin, por në përgjithësi është diçka ju që nevojitet në secilën disiplinë. Ju lutem shumë, edukohuni edhe kërkoni gjitha mundësitë që ju ofrohen edhe si me i shfrytëzua ato në favorin e juaj. Ka mundësi, e di që nuk ju duket, por ka mundësi më shumë se sa që mendoni. Ata që ju kisha sugjeruar me gjithë zemrën me vazhdu në sociologji, nisni qysh tash. Me qenë atë kuriozitetin e hulumtuesit e studiusit, se keni mi pasë edhe më atlet, po edhe kam ju gëzu ma tepër, kam ju motivu ma tepër edhe gjatë studimeve, po edhe si sociolog nëse bojnë në të ardhmen edhe uroj me pas shumë kolegë. Kështu që ju lutem studianit ka ma shumë kolegë. Gjithë keni po seriozisht, duhet me pas dellin e hulumtimit edhe dellin e kuriozitetit drejt sa ma në moshë të hershme për gjitha disiplinat, kështu që thjesht kërkoni shumë mundësi edhe normalisht edhe bëni mundësit vetë. S'është ideja vetëm me kërku, po edhe me realizu ndërkohë. Kështu kish me qenë mesazhi im, mesazh cilin u mundova përmes shembujve, përmes rasteve me përmend edhe gjatë gjithë emisionit. Kështu që kaq.
Shumë faleminderit Orhidea që ishe pranishme sot, ndave shumë nga sociologjia dhe po besoj që të gjithë ata që neve na ndonë që deri në këto momente patën rastin të mësojnë shumë për sociologjin, edhe nëpërmjet shembujve të ndryshëm ta kuptojnë atë botën e sociologjisë, e cila ndonë se mund të duket shumë e thjeshtë, por me të vërtetë që është shumë e ndërlikuar. Faleminderit shumë Orhidea. Faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit Orhidea dhe nga unë, faleminderit edhe Arsis, e mbi gjitha atyre që qëndrojnë besnik dhe na shikojnë çdo të diele nga ora 18 në podcastin e Nia. Ju premtojmë që edhe të dielën tjetër do të jemi së bashku me një tjetër profesion të mrekullueshëm njëjtë si sot. Faleminderit Arsa. Faleminderit Endi, e patjetër të dielën tjetër ora 18. Mirëmbëjtje.